Ministri i Punëve të Brendshme Pançe Toshkovski pyetur lidhur me rastin e arrestimit të Angel Saramakov, sigurimi i kryeministrit Kristian Mickoski, i cili dyshohet për veprën penale zbulim të sekretit zyrtar. Tha se ky është një nga rastet në të cilat MPB-ja tregon se pa dallim lufton edhe kriminalët në radhët e saj. Departamenti i Kontrollit të Brendshëm, në kuadër të zhvillimit të hetimeve, pas informacioneve të marra në kuadër të këtij departamenti, ka njoftuar prokurorin publik kompetent, i cili është e pajtuar dhe ka urdhëruar që po atë mbrëmje të ndërmerren veprime. Pas realizimit të aksionit në fjalë, ekskluzivisht nga Departamenti i Kontrollit të Brendshëm, janë kryer disa kontrolle të zyrtarëve policor, ku dhe janë gjetur prova të caktuara në lidhje me veprën e kryer. Toshkovski theksoi se qytetarët e vendit meritojnë polici që do t'i mbrojë e jo t'u avjedh parat. Dua t'u them të gjitha atyre keshbërësve dhe tradhtarëve të llojit të tyre, duke pasur parasysh kriminalet në Ministrinë e Brendshme, se do të luftojmë kundër tyre pa dallim dhe pa kompromis. Qytetarët meritojnë një forcë policore që do t'i mbrojë, jo një forcë që do t'u zhvas parat. I pyetur se si ka arritur sigurimi i kryeministrit deri tek dokumentet e paraqitura nga Ministria e Brendshme dhe çfarë lloj dokumentesh ishin ato, tha se rasti është duke u hetuar dhe se në të ardhmen do të ketë më shumë detaje për t'u ndarë. Policia dhe sigurimi personal i kryeministrit Angel Saramakov është arrestuar dhe dënuar me 30 ditë para burgim. Saramakov, i cili është polici i drejtorisë 6 të MPB-s, dyshohet për veprën penale zbulimi sekretit zyrtar.